subjekt politik se ka shumicën dërmuese. Pra, qësh mi abo që një subjekt, ose një kamp, ose një koalicion mi fitu mundësisht 100% votave. Që kjo ka fillu mu, qësh me thonë, mu diskutu gjatë ditëve si preferencë publike, qësh me mujtë mi fitu 100% edhe mos të ketë opozit. Edhe një tjetër është qësh zgjedhjet përgjithsisht po përjetohen si fatkeqësi shoqnore. Edhe si fatkeqësi që po na ndodh shpesh. Edhe që fakti që po na ndodh shpesh tregon për një gjendje që me thonë të përvujtën të shoqnisë. Personalisht kisha pas qef të dy dëshirat kësaj shoqnie me ju plotësu. Mos me pas opozit, edhe mundësisht kur zgjedhje mos me majtë. Me sinitek. Me qenë se po kanë dëshirë. Me qenë se me thjesht është jeta politike nëse s'ki opozit, edhe nëse kur s'ma zgjedhje. Bashkë më interesën çfarë shoqnie i shkon ajo. Unë e majnë men një tilë, mendoj që një pjesë e juja se mban mend. Po që thojnë ato që si e në gjendje mi mësu, detyrohesh mi përsërit. Me provu. Nëse ki për mu që pi bëj naze, u thashëm, më parem, do me thonë, gjithdo proces elektoral është legjitim. Po jo në që citatë. Edhe ju keni si ndërparët që keni thonë, në natën, kur po diskutonin se që apo ndodhë në kuvend, jam i gatë shumë dalë edhe të protestoj. Zoti Pasarizi, bashkimi që po pritë të ndodhë, çka do të cilë? Mas pari është e egzagerume me thonë bashkimi madhit të djatës. Dikush që ka dalë pe partije, po kthehet në parti, ka shku, ka provu pak, diku nuk i ka pëlqy, s'ka mujt me u gjetë, ose se kanë pranu si tilë, sepse nuk është që s'ka pas vullnet me najtë aty Vjosa Osmani, po kthehet të partija vetë, sa ka me qenë e pranushme tash këtu. Kjo është si puna e operacioneve që me implante me sene, a e pranon, a se të pranon trupi një organizm të huja të mrena, a reakcioni ka me pas. Në varet, tash do që në ma organike i pranon, po do që si janë nuk i pranon. është pak ma problem kjo punë. Do të me pas se derin qëfar mase dikush është tjetërsu, qka ka përfaqësu, a ka në emotiv pak ma të naltë se ky, a detyrohet dikush me kalu mbi vetë vetën dhe me pranu diçka që ka ndodhë. Unë kam shumë dilema, por ajo që është e sigurt është që do të kemi një garë ndërmjet Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit kësaj radhe. Kjo do t'jetë ajo gara. A mund kjo t'i prish punë subjekteve tjera, PDK-s, AK-s? Unë nuk menoj që u prish punë shumë, sepse zakonisht ka lëvizur elektorati vetëvendosje edhe PDK-ja me PDK-n, edhe vetëvendosje me PDK-n i kanë hesapet e qarta. Janë rival të përbetum. Nuk më rrinë me u ba bashkë asë njëherë. Por, ka një dalim që LDK e PDK kanë mëri me bashkëpunu në të kalume, në interes shtetit, edhe vetëvendosja hala nuk e ka mëri pjekurin për të qenë parti serioze politike, hala është një grup politik, në fakt është një grup i njerëzve që është një dekor rrëth Albin Kurtit, nuk është parti serioze dorën zemër. Janë dekor rrëth Albin Kurtit. Dekor rrëth Albin Kurtit, sepse nuk eksistën si e tije. Jo, ka dekore që janë të pashije, ka dekore që të gërditin, po. Unë po thëmë që është dekor, nuk e cilësova matutje se edhe zguzit. Se të kajtazi, do të pas kujdes tash me cilësipet, unë thash vetëm dekor dhe e shosi të tilë. Jam duke munduar para se t'hym në emision t'ju shti ta plotësoni një formular dhe të nënshkruani. Jo, unë menoj që kjo qasje e fillimit e zotit Kajtazi që ishte pak sa cinike, nuk bën me vazhdu. Unë nuk pa thamë që duhet me i ofendu, për nuk bën me ju nështru ati presionin, as një mënyrë, as media, as qytetarët e Kosovës, as këtilloj presioni, as shameve, denigrimeve, linqimeve në publik, as sulmeve, gati fizike e fjalve me cilat na përballen e ka njëherë e një ditë kemi me i kalzu me siguri qofte policia të organet të ndjekës, qofte publiku me kalzu që apo ndodhë, po kjo në fundit nuk ka shumë rëndësi, sepse lirin njëherë kemi fitu dhe nuk e fali ma me as një kusht.
Ka ndodhur një herë që dikush na ka marrë lirin, ka lujt e ka administru, ka qeveris lirin tonë, ta shëtutje me lirin tonë, më nuk ka me lujt kush, nuk ka shansa. Në flaka le të del. Kush do qofshin ato Besoj se të studio as kush s'foli për atë që quhet frikë. Jo frikë, po jo, mënyra që shështroj, do me thonë, pe dikuj mundet me u kapë, se jo të gjithë njerëzit janë mjaftu shumë të stërvitur për me i kapë diskurset e regjistrat të ndryshëm të komunikimit. Ja, unë mendoj si zoti Batiri, se ky popull nuk është analfabet, për ndaj fola kështu. Ja, unë nuk që sa të I shumë cituar i Batiri. A mund t'i pengoj subjektet e tjera politike, mes po flasim binomi Kurti Osmani? Ja, në as pak, unë mendoj që nuk do të mund të sfidoj, sepse së pari vjosa, rikthimi i kësaj në skenën politike, në garin politike, nuk është risi. Dhe vjosa e sotshme ose e nesme nuk është e njëjtë me atë që ka qenë për para 5 vite, kur ka garuar së bashku me zotin Kurti në të njëjtin subjekt. Zonja Hikmete Bajrami në këtë studio ja me kaluar tha u kthye në atë që po bëjmë ne, në kritikën ndaj Kurtit. Dhe rikthimi i saj nga e majta në të djathtë nuk është përsëri risi për askën, okay? Dhe po mendoj që do ta forcoj, nëse do të rikthehet brenda umbrellës së LDK-s, e gjithë kontributi i saj do të jetë pak a shumë në një ngritje të numrit të vota për lidhjen demokratike të Kosovës, po kjo në asnjë mënyrë nuk do të mund të përthehet në më pak vota për